10-15 vitet e para ka qenë prioriteti zero shëndetësia, domethënë pas lufte. Është menaxhu prej ministrave cilët i kanë taku partijave shumë të vogla, cilat nuk kanë pas influencë me rrit buxhet, me bo prioritet, me bo sene. Edhe kështu ka vazhdu deri diku në mesin e viteve 2010-2020. Edhe pse kemi qenë të organizuar edhe kemi funksionu si sistem shëndetësor, procesi i përgjithshëm i zhvillimit të një sistemi i cili ka qenë tetë i zhvilluar për kohën e ish Jugosllavi është ka stagnu titujt e profesorave të ndryshëm, ka stagnu profesionalizimi, ka stagnu shkuarja jashtë për trajnime, për gjëra të tilla. Lista ka dhe ka me pas gjithmonë edhe ka në të gjitha vendet e botës. A munën me punu ma shumë? Munën. A munën mu zvoglu këto lista? Munën mu zvoglu. Duhet një qasje ma serioze, ma insistuse, një organizim ma i mirë, ma i shpejt.